Me projekt po se shkrimit të qilit e fillon duke Shah Berishën dhe e mbyll duke lavdru. Po të them çim. Jo. Nëse ti nuk e ke dëgjuar. Tani te kjo që është testi. Nuk do të thotë se s'ka bërë muzikë më përpara. Te testi. Merë shikoje dhe më gjej kush e ka përmendur përpara këtë tok fjalësh. Merë shifre. Republikën e prokurorëve. Merë shifre. I vetëm një Edhe nëse se kanë përmendur, edhe nëse se kanë përmendur si tok fjalësh, kanë pas pretendime akoma ke zogu zi duke pirë cigare, sa vjen kam qefin. Ke kalon nga spaku ke zogu zi. Kur të bie rruga ka pas prap aty. Shkapun kryeministri duke vjedhur. Edhe ky sot e kanë pas tënë të tundën. Po çfarë tema? Me qenë rrugan e merrim tani. Po bravo. Tani se kjo para se t'ja jap shkullakut. Jo një thotë ky është test. E para punës atëherë kur ne testi, do t'i kalojmë këto teste, duam s'duam. Po ta marroj. Kur ne kishim drejtësi, si shumica për ju mendonit, përpara reformës në drejtësi, gjykata kushtetuese ka rrëzuar pafund vendimet të ish qeverisë dhe mbas 2 vendimet kryesore të Sali Berishës që e sulmonte drejtësinë. I ka rrëzuar paktin me Greqinë për detin, i ka rrëzuar ligjin e lustracionit, që premtimit i kryesor. Dakor, 19. Por po flas aktin e tij më të forta politike. Ajo drejtësia që ne nuk kishim, ja ka rrëzuar gjykata kushtetuese. Tani u dashka një test për të bindur që ne kemi gjykatë kushtetuese. Ka rrëzuar pafund gjykata kushtetuese dhe i ka rrëzuar një kryeministri që në retorikë ndoshta edhe më brutal se sa Rama ndaj drejtësisë. Prandaj këto teste ne kemi kaluar me kohë. Ti do thuash ne nëse i pas kemi kaluar gjitha testet, ti do thuash a do e kaloj kjo gjykatë këtë test? Jo vetëm gjykata kushtetuese, a do e kaloj spaku këtë test, a do e kaloj politika këtë test, a do e kaloj gjykata kushtetuese këtë test? Është çështje testi për drejtësinë kjo, domethënë për gjykatën kushtetuese. Tu është sigurisht mund të jetë test deri ku guxon të shkojë drejtësia në Shqipëri. Sepse tu ka ndodhur një rast i paprecedent. Kryeministri i vendit të shkapur në vjedhje. Dhe në vend që dalit thotë të sqaroj rrethanat e një ngjarje kaq të tmerrshme, del thotë që po më ndërhyjnë pushtetet e tjera ke pushteti im. Pra do të devijoj debatin, që shikoj se drejtësia se kjo ka një kufi, nuk merr njerëz kur janë detyrë, prezumimi i pafajësisë, kuput broçkulla si ajo Komisioni Venecias që citon gabim komplet, jo se citon gabim, e citon për manipulim. Çfarë ka ndodhur? Domethënë për herë të parë ne kemi rastin, e kemi parë Edi Ramën kur është shkapur edhe ke incineratorët, por nuk kemi pas hetim në për procedurën. Çfarë dilte thoshte Rama? Ore çfarë është kjo thoshte? Çan të akuzam? A jeni në vetë apo jo? Po që është ky kazan mediatik, më që hidh një balt mbi njerëzit e punës, në biznes. Ky është një projekt që do heqë plerat e Sali Berishës dhe do e bëjë Shqipërinë e pastër. Ky është një projekt që unë jam nisur për ta bërë Shqipërinë dritë, po kanë dalë ca maskarej nga mbrapa, që për shkak të dobësisë njerëzore janë tunduar nga parat dhe kanë devijuar rrugës. Ato nuk kanë punë më në Partinë Socialiste. Rama ka dhënë shpjegime për çdo aferë. Madje edhe për Erion Velian ka folur. Mbas u arrestuan drejtorët, jo Velia i vet. Ky është rasti i parë që Edi Rama nuk flet për çështjen. Pra Edi Rama, që kemi parë deri dje do ditë të thoshte këtë gjë. Por çan to budalliqe që thoni. Ky është një tunel që kujt i shërben Shqipërisë turistike. Kam sjell 12 milion turistë, vitin tjetër do sjell 22. Po bëj porte, aeroporte, po sjell Alabarin, po sjell Arin, po sjell këtë, dhe ju merreni me budallallë që ojo ishte turku, nuk ishte turku, se po këtë nuk e thot dot. Se Belindi nuk e kanë kapur, duke ngrënë darë dhe kumlla, siç thotë ky mbas shpinës tij. E kanë kapur pikërisht për tendrin që ka urdhëruar ky. Dhe sot Edi Rama ka detyrim para atyre që kanë votuar dhe para atyre që ju ka vjedhur dhe bler votën, të dalit thotë çfarë bënte me Belinda Ballukun në një dhomë me përfaqësuesin e kompanisë turke 2 muaj para se t'i jepte tenderin 190 milion. Do dalit thot pse anulloi të parin dhe pse lejoi që tenderin e dytë ta bënte e njëjta kompani dhe kompania turke që ky thotë që kishte ekspertizën tjerë, nuk bëri asnjë % punimeve këtu. Këto do dilte ai të thoshte. Këto të tjerat ka juristët vullnetar, ka juristët e kryeministrisë, ka dhe juristët mercenarë që dalin merren me këtë punë. Grushteti, Puç Pallati, Drejtësia, Republika Prokurorëve, le dalim o sekretari i përgjithshëm thash i kryeministrit dhe shpjegoj arsyet
pse kërkojnë interpretim nga gjykata kushtetuese? Ky njeri nuk e kemi zgjedhur për jurist. Këtë e kemi zgjedhur që të qeverisi dhe të administroj paratë e taksave tona. Qofse ky paratë e taksave Borusha Kundua, ky ka detyrimin të thotë ç'kërkonte atje me Belinda Ballukun dhe përfaqësuesen e kompanisë turke që fitoi tenderin mas 2 muajsh. Pse anulloi të parin? Pse lejoi që e njëjta kompani që do e bënte punën me 140 milion ta bënte me 190 milion? Të duhet sqaroj. Duhet sqaroj gjithashtu që si ka mundësi se ne I themi këto milionët, por ne jemi vendi më I varfër në Evropë sot, 50 milion atje. Vetëm 4 segmentet të unazës lindore kanë kushtuar 450 milion tjera. A e dini ju që 98% se kjo duhet na shqetësojnë? Po jo që u mërzit Angela Gaçi se po heq kompetencat Dritan Premçi. 98% e tenderave e fituesve të 450 milion eurove të taksapaguesve shqiptar e kanë marrë në maksimumin e ofertës dhe kanë qenë garus të vetëm. Të tjerët kanë paraqitur dokumenta dhe kanë qenë facu mbas janë marrë vesh me njëri tjetrin. E di çfarë do thotë kjo? Kjo do thotë ta kesh vrarë ti konkurrencën. Se tenderi për çfarë bëhet? Që të marrë cilësi më të lartë me çmim më të ulët dhe të kursesh lekë shqiptarëve. Po nëse ti gjithë tendrat I bën kufi. Ti nëse anullon të parin se do duhen sa lekë për fushat dhe bën një tjetër, dhe nëse merr vetë pjesë në përcaktimin e fituesit, kjo është çështja që kemi ne sot. Ne na shkap gjithë qeveria. E thash edhe një herë. Por kemi që nga 2013 që e themi këtë punë. Që ta janë duke vjedhur dhe duke grabitur. Nuk ndërpreva Jo, dua të të bëj një pyetje. Që tregova pastaj se ta përfundoj. Çfarë kemi ne? Çfarë na ka ndodhur? Ne na ka ndodhur ministri I Brendshëm për trafik ndërkombëtar droge, ministri I Shëndetësisë për abuzime të Republik, ministri I Mjedisit në Burg, deputet në Burg, deputet tjerë që strehojnë bandit që vrasin dhe që presin. Pra gjithë qeveria e zotit Rama, përfshi dhe numrin 2 të Partisë Socialiste të projektuarin për pasardhës është në Burg dhe Erjon Velije. Pra na ka ndodhur një katrahur që nuk e di a ka rast ngjashëm botë, nëse ka të ri që mund, dhe tani në fund ky që është Ali Baba me 40 hajdut kapet edhe vetë duke vjedhur dhe ky thot po më marrin kompetenca thot. Ngriuni ju njerëz se nuk ja jap çorbën e përditshme kot, duhet I meritoni ato kockat që ju hedh ky dhe më flisni mua për rrezikun e Republikës prokurorëve dhe puçin e shtetit. Pse? Se po I marrin një ministër dhe nuk po e lejnë të shkojë ke vendi krimit. Se po të shkojë vjedh prap, thot prokuroria. Kështu që mbahet këtu vallë, pezullohet përkohësisht derisa të gjep sepse dhe prokuroria e di që është ky. Nuk do guxojnë ta pyesin, jam dakord. Por ky është e përfshirë direkt. A e ka bërë për Erdoganin? A e ka bërë për Vatanin? Unë këtë nuk e di. E di që ky është kapur edhe vetë mbasi u kapën 40 hajdutit. Shkojmë një hapësirë publicitare dhe kthehemi pas pak.